jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Kryeministri Albin Kurti prezantoi dje ekspozen e qeverisë së ardhshme. Jam paraqitur publikisht në këtë sallë. Në postin që po e barte Fanton Peci vendosi Armend Mujan. Këta dy të fundit kanë pasur përplasje të vazhdueshme, ku që të dy synanin postin e kryetarit të Mitrovicës. Madje gjatë fushatës u raportua edhe për përplasje mos koordinim në degën e VV-s në Mitrovicë si shkak i Pecit e Mujës. Armend Muja, i cili nga roli analistit arriti të bëjë deputet, tashmë ka avancuar edhe një shkallë më lartë. Muja do të bartë postin e ministrit të bujqësisë, ku dha betimin përgjatë seancës së mbrëmshme pas votimit të kabinetit Kurti 3 me 66 vota për. Postin e fjalë e barte deri vonë bashkëvendasi i Mujës, Fanton Peci. Megjithatë, sa qeveria ishte në detyrë, Peci u përcaktua nga Kurti si kandidat për kryetarit e komunës së Mitrovicës së Jugut përgjatë zgjedhjeve lokale të mbajtura vitin që shkoi. Muja kishte bërë të ditur ndonse jo haftazi pretendimet e tij për të parën e Mitrovicës. Moszgjedhja e Mujës si kandidat për kryetarit të Mitrovicës nga radhët e VV-s dhe zgjedhjen e kandidatit që vjen nga partia tjetër, Lista Guxha, shkaktoi pakënaqësi. Pakënaqësitë u shfaqen përgjatë fushatës elektorale në zgjedhjet lokale. Në bazë të raportimeve të mediave lokale në Mitrovicë, Peci kishte akuzuar Mujën se po ja dështante tubimet. Për këtë, Muja s'kishte marrë pjesë në tubimin në zhabart e Mitrovicës. Sipas tyre, si shkak e këtyre sjelljeve, Muja ishte ftuar nga qendra e VV-s në Prishtinë me qëllim për të çetësuar situatën e acaruar në ditët e fundit të fushatës. Kjo përplasje vazhdoi edhe pasi që pas balotazhit VV-ja arriti të marrë këtë komunë. Në gjysmën e janarit të këtij viti, kur po merreshin vendime për emërime, pati mospajtime lidhur me emrin e nënkryetarit të Mitrovicës së Jugut. Ku po flitej për emra drejtarësh e postët të tjera në komunë, Peci kishte lëshuar mbledhjen me Mujan. Arsyeja pse kryetari Peci kishte lëshuar mbledhjen ishte insistimi i tij për emërtimin e Enis Osmanit, bashkëpunëtorit të tij të ngushtë në pozitën e nënkryetarit, pozitë të cilën VV dhe Muja kërkanin për asambleistën e VV-s në Mitrovicën e Veriut, Aida Ferrati Dole. Pavarësisht këtyre, Muja do të mbajë pozitën që barti Peci për 4 vite, teksa ky i fundit për sa kaq vite pritet të vazhdojnë pozitën që dëshiroi kaq shumë tashmë ministri i VV-s.